Ti shkove në Turqi për të studiuar. Prenga. Si erdhi Turqia? Erdhi në këtë mënyrë. Dhe me thonë, unë martova pas studimeve bachelor dhe vendosëm që bashkë me bashkëshortin të vazhdojmë studimet edhe master. Edhe ai edhe unë. Të dy matematik? Jo, ai është për arkitektur. Është arkitekt, po. Shkenca teknike. Po. Mirë po, ishim në dilemë se ku me vendos. Kishim në dispozicion disa shtetet e Evropës, edhe Turqin, po përzgjedhëm më shumë me shku në Turqin. Do ishim diçka që është një kombinim mes perëndimit edhe lindjes, edhe Stambulli është pikrisht ai kryeqyteti i botës që i përfshin gjitha këto, edhe kemi dashur me shku në atë vend, aplikuam në disa fakultete edhe fituam bursë që të dytë, edhe në këtë mënyrë e vazhduam rrugtimin tonë për studimet master. Normalisht që nuk ka qenë shumë e lehtë, sepse jemi të shkuar në një vend huj, edhe që qysh prej fillimit e kemi pas në plan edhe planifikimin familjar, dhe me thënë nuk ka qenë në synimin tonë gjithmonë vetëm karriera, vetëm studimet, puna edhe kaq, mirë po na kemi pas qef që dhe të dyja të njëjtën kohë, edhe familjen, edhe rrugtimin tonë profesional, ta zhvillojmë së bashku. Kudo qoftë ajo, e fillum në Turqin, jemi i kthy tash në Kosovë, edhe po vazhdojmë. Okej, e shohim aty një foto të parën që duat ma komentosh aty me bebën e vogël në klasë. Po. Kjo ka qenë në viti i dytë, ku më është dash me mbajt një vit ekstra për shkak që në fakultetin që e kam përfundu këtu në Kosovë ka qenë pak më ndryshe. Edhe më është dash disa landë me i plotësu, është qujtë vitu i Hazërlëkut. Gjatë kësaj kohë, unë vetë se u bona nanë për herë të parë, vajza në këtë foto është vetëm 4 muajshe. E mërshim me vete në fakultet në ligjerata, sepse ligjerata zgjatëshin minimumi 4 orë, pastaj edhe transporti vajtje ardhje 5 orë. 5 orë vajza ka që vogël me qëndru larg nanës është vështirë, nuk është e mundshme thuajse. Kështu që vetmja zgjidhje ishte bashkë me bashkëshortin me shku në ligjerata në fakultet edhe në këtë mënyrë ai më asistoi këtë çdo ditë kur kisha nevojë. Vajza qëndrojke ofër me bashkëshortin në ndonjë klasë tjetër, në korridor, në salla, kudo që kishte mundësi. Edhe në momentin kur kur kishte ndonjë nevojë të saj, unë delësha prej ligjeratave edhe e asistoj shaj. Edhe në këtë mënyrë viti i parë i studimeve shkoj. E mirë ndonjëherë në klasë me vete? E ka marrë, me ca për foto kështu. A sa për foto, po jo me qëndru, se shumë e vogël, pak ma vonë. Faktikisht po, më kujtohet që njëherë e ka marrë me vete, madje kam qenë në ligjeratë dekanës. Kemi mbajt orën e parë, sepse bashkëshorti nuk kishte asnjë mundësi mu kujdes për të. Edhe në anën tjetër, unë s'dojsha me i hup ligjeratat, kështu që e mora me veti, pasi që u rrit pak, dikur ka qenë në moshën 2 vjetë e gjys, edhe kuptoj ke pak ma shumë, kështu që e kom arrit me menagju që me qëndru urt, mës me pengu, mës me bëu zhurmë të tjerve, po edhe profesorisha ka shfaq mirë kuptem, normalisht se është bebe edhe aty këtu ndonjë zhurmë të vogël me bo, nuk është diçka e madhe, po këtë mënyrë e kena arrit me menagju edhe studimet, edhe... Sfiduse? Është sfiduse, qysh jo... është sfidë, po është edhe shumë kënaqësi. Tash kur e kujtoj kohën, ka një herë mendojmë qysh kena mujt me ja dal. Po kur e ki qefin, vullnetin edhe atë entuziazmin, po ja del shëmban. Vajza normal që ka qenë e vogël edhe nuk të kupton, ajo nuk e din në për çka jetë ti tu kalu, po mjaftoi që unë e disha çka jam të dashur me bo, e kisha përkrahjen e bashkëshortit në këtë aspekt, edhe unë mbrishim me menaxhu mes veti kohën, obligimet edhe gjitha këto, edhe ja dolëm.